KSHPK-ja. Kur flasim për vaksina, dikush i merr seriozisht, dikush e dëgjon Arianit Slamniku nëse na i mashtrues tjetër, dikush e dëgjon ai budall. Kur thonë se uji Badovcit është i kontaminuar, të gjitha kafenet i marrin seriozisht, nuk shërbejnë me ujë pa pare, duhesh me pagu ujë, njëjtë që paguën kafen. Çka të bëjmë kur KSHPK-ja flet për tema tjera? Çto ju pretësha. Sot e kam publikuar raportin vjetor të 2025-s mbi ndotjen e ajrit dhe ndikimin e tij në shëndetin e popullatës. Si shumica e kosovarëve, edhe unë normal që nuk e kom lexuar atë raport, kush drejt që i lexon 20 faqen ditë sotit. Ja kom dhënë njerit, nëse jo njerit, po robotit me intelegencë artificiale me e lexu, edhe e kom marrë vesh që në studimi kryer në Kosovë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë mbi ekspozimin ndaj mikropartiklave dhe pranimet spitalore nga sëmundjet kardiovaskulare, gjetjet e këtij studimi kanë kallëzuar që shkalla e vdekjeve për shkak të ndotjes së ajrit në Prishtinë është 6 persona në 1000 vdekje. Burimet e ndotjes së ajrit në Kosovë thuhet që janë e para termocentralet, Kosova A dhe Kosova B, kompleksi ferroniklit në Drenas, ngrohjet individuale të qytetarëve, automjetet e vjetruara bashkë me kualitetin e ulët të derivateve të naftës dhe hedhja pa kontrolluar e mbeturinave, mungesa hapësirave të gjelbruara sidomos në Prishtinë. Tash, nëse veç nga një fjali merremi me secilin prej ndotësve, termocentralet më të është ditë që do të renovohen, ka gjas që Kosova B renovohet si vjetë, për Kosovën A kemi me prita dhe gatë, rryma ka me u shtrajtu, ajri ka me u fliq, sepse s'ka veprime konkrete për me prodhu energji më të pastër. Ferronikli, telashe kur bënën, telashe kur s'bënën. Ngrohjet individuale, njerëzit edhe matutje djegin qymyr edhe dru për ngrohje, edhe kjo është zgjedhje e tyne, derisa shteti e lejon, punë e madhe që shketit ligji e shkatrohet shëndeti, që ka që kemi vetë dijena. Kerët e vjetra dhe nafta keqe, veç me u akujtu 600 milion euro në vetë kemi importu kere. Ky trend nuk e ka nërmen me uzbut, ka me shkutu u bo dhe mazi. A bërlogu, që kjo e meriton ma shumë se një fjali. Qyre, dikush që gjun kauqa, mobilje, armatur, tulla, mure, te kontejnert, ai për njeri figuron në regjistrim të popullsisë, edhe ka drejt vote njëjtë si ky qytetari që nuk gjun. Dikush që gjun bërlogën lumeje në liqene, edhe ai në regjistrim të popullsisë figuron për njeri, edhe ai ka drejt vote si qytetari që i zbaton rregullat. Po bërlogu dhe trajtimi që na ja bëjmë asoj teme dhe asoj që është hapësine për bashkt, është treguesi më i miri nivelit kulturës edhe civilizimit që e kemi, o pëse ma mirë me thonë që nuk e kemi. 1,5 milion banor që prodhojmë bërlog, edhe zgjedhim e votojmë politikan që na lënë në bërlog, a gjeneratat e ardhshme i rritim me ajer të flisht. Pse thash që zgjedhim politikan që na lënë në bërlog, sepse, si pas gjitha gjozave, ka me pas zgjedhje prap, e ne vendosim a duam bërlog edhe ajer që na helmon, a duam zgjidhje. Nëse duam të jetojmë me bërlog, sa aty ndjemi mirë, diqysh ndjemi komod, se qashtu jemi rrit, në regull jemi, vazhdojmë.